Agjerim ka ardhur në gjuhën arabe me termin as-sawm. Dhe fjala saum, prej kuptimeve bazike që i ka, është për qëllim el-imsak, ani shej. Pra fjala saum në gjuhën arabe agjerim nënkupton diçka që njeriu përmbahet nga ajo. Pra të përmbajturit nga ndonjë gjë. Dhe nga ky term dhe nga ky burim gjuhësor, pra sikur donte na thot ky term se Ramazani është përmbajtje e njeriut nga disa gjëra të cilat ja ka ndaluar Allahu Azza wa Jall në periudhën e Ramazanit. Andaj këtu vjen shprehje fjala, pra saum me kuptimin përmbajtje, vetë përmbajtje, fjala Allah Azza wa Jall me gjuhën e Mërjemës, ku thot, inni nadhartu lirrahmani sawma, falan ukellima al-yawma insiya. Unë me të vërtet kam vendosur që para gjithë mëshirshmit Allahut Azza wa Jall të qëndroj e heshtur, të përmbahem, dhe kështu nuk do t'i flas as kujt sot. Pra, nga ky ajet kuranor kuptojmë se fjala saume është për qëllim pra përmbajtje dhe mos veprim dhe mos shprehje para tjetrit. Kurse në kuptimin terminologjik islam, agjerimi i Ramazanit nënkupton, sikurse që na kanë mësuar dietarët islam, stopimi, përmbajtja nga ngrënia dhe pirja, nga agimi i mëngjesit e deri në perëndim të diellit. Pra stopimi dhe përmbajtja nga të ngrënit dhe të pirit, nga agimi i vërtet i mëngjesit, sepse kemi dy lloj agimesh, kemi agimin e rrajshëm dhe e kemi agimin e vërtet. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka sqaruar këto dy lloje duke thënë, ju hani e pini, pra në agimin të cilin ju mendoni se është i vërtet, por ai është agimi rrajshëm, e pastaj ndaleni ushqimin kur ta therras ezanin, pra Bilali për namaz. Andaj, pra është stopim i të ushqyrit dhe pirjes prej agimit vërtet deri në perëndim të diellit.